e mbulojmë pjesën e auretit. Gjithmonë duhet me qenë kujdesshëm ke pjesa e auretit. Duhet me qenë shumë kujdesshëm ke pjesa e auretit, sepse besimtari është i shenjtë kur është gjallë dhe është i shenjtë edhe mas vdekjes. Okej. Vim tek personi. Gjëja e parë që bëjmë është fillojmë me larjen e auretit të tij. Normalisht që personi që lan xhenazën duhet të ketë rrobën speciale, duhet të ketë çizme, duhet të ketë dorashka, duhet të ketë një përparse që e ruan nga uji dhe pisliqet, dhe duhet të ketë kovë me vete, duhet të ketë kokme, duhet të ketë edhe sfungjer. Qartë? Atëherë vim, jemi 2 veta ne tani. Atëherë do të fillojmë të lajmë pjesën e auretit të tij. Çfarë bëjmë? Vjen hoxha këtu. Anton, vaj, kështu. Edhe e ngren. Duke pa këtej. E ngren në këtë formë. Dhe ky tani që e ka dorën, thamë ne, ka të veshur me dorashkë kështu, si fillim hedh ujë. Si fillim hedh ujë, pa parë gjë. Dhe fillon dhe e pastron. Fillon dhe e pastron. Pastaj e nimon hoxha, futet dorën këtej Ahmed, futet këtej, ma ngre. Ashtu, siç e ke, ashtu. Tani shif se ngren nuk shifet asgjë. Dhe ky fut dorën poshtë dhe e pastron. Nga ky krau këtej. Pas e ule, del nga krau tjetër e njëjta gjë. Gjithmonë duke ruajtur pjesën e auretit. E ngren hoxha këtej, edhe ky vazhdon pjesën, e lan, e pastron, edhe ujin e derdh në këtë formë, në mënyrë derisa të shohë ujë të pastër këtej. Kur shef ujë të pastër këtej e lën pastaj. Ule. Okej. Pastaj vim dhe i japim abdesin thamë. I lagim pak dhëmbët 3 herë, pak e hundët 3 herë, i lajm fytyrën 3 herë, i lajm duart 3 herë, e dorën tjetër 3 herë, i japim mes kokës 3 herë dhe veshëve 1 herë, pastaj vim ke komët 3 herë. Pastaj fillojmë larjen e pjesës djathtë trupit. Si larë pjesa e djathtë trupit, prapë vjen edhe në nimon mu. Kthej kështu, opa, edhe fillojmë. Komplet. Pastaj kur vjen tek pjesa këtu, thjesht i hudh ujë, sa e kom la, e kom pastru. Pa parë gjë. Pra pa parë gjë, thjesht hudh ujë, fuz dorën deri këtu, pastaj vim këtu. Pastaj dalim nga krau tjetër. Opa, del ndihmuesi nga krau tjetër, edhe fillojmë kraun tjetër. E lajmë kraun tjetër, komplet, vim këtu. Këtu s'kemi nevojë, vetëm hudhim ujë, vim këtu, ke komët edhe mbarojmë. Nëse duam pastaj ta lajmë prap me shampo, me sapun, japim 1 larje, 2 larje, 3 larje, mund të japim fund fare një gusël të ri, prap mund mos i japim fare, mund të japim një larjen e ujit thjesht, nuk ka asnjë problem. Nëse hetojmë që ka diçka pa pastër, prap mund të përsërisim larjen, por nuk ka nevojë me përsërit guslin. Nëse ja përsërit guslin, nuk ka asnjë lloj problemi. Mbarum punë. E zëm sikur e tham. Dhe tani vjen momenti që do ta qefinosim. Një copë. Ku janë 2 tjera? Ka be Habib? Ma e që nga Habib? Pak më kështu. Shif tani si e kemi aty. Shif, a e shef si u vendos. Ma e tjetërën? Tjetra vendosit duke e para. Ka për hoqë? Trigji qik? A vash? Ok. Tani e marim, si që është kështu, kape, e marim, bismillah, edhe vendosim më në mes. Ok. Atër që bëjmë tani, shif tani? Kush është më e gjatë për këtë dyjave? Kush është më e gjatë? Ajo është më e gjatë, atë përderisa ajo është më e gjatë, këtë sillim përpara, sillim të shkurtën. E sollëm të shkurtën. Shif tani, tërhiq këtë ti tani. Tërhiqe. Jo. Tërhiqe. Opa, nuk u zbulua auretin. Rregull. Vim këtu. Sille këtë. 1 apo jo? Okej. Tani kush është më e shkurtë tani? Kjo. Sill këtë përpara, më se keni për çika afër ne, po afroni çik më këtej. Okej. Pastaj kjo. E dyta, shqoj deri në fund. Kush është më e shkurtër tani? Kjo. Vjen kjo. Çoje.
Sekond. Edhe kjo. Tani për rrypat, këto vëllezër i kanë bërë rrypat gati. Atëherë, një vendosim këtej kokës. Jo gung, po të tillë që të kemi mundësi që kur të jemi në varr, ta zgjidhim. Tjetrën që është e shkurtër e vëmë ke komët. Ha? Është çik më shkurtër nga sa duhet, po s'ka problem. Okej. Vëm tek këto të dyja, e vëm një ke beli, ose e vëm një në mes, për shembull si puna kësaj, nëse është kaq kështu, kaq më e më. Nëse është kaq e vogël, për shembull s'ka nevojë, bëjmë vetëm një. Nëse ka nevojë pastaj për tjerë, mund shtojmë një këtu. Pra mund bëhet me 1, 2, 3, 4, 5, ose e lejmë me 3. Kur shkojmë në varr, i zgjidhim këto. A mund ta zgjidhim këtë për shembull që ta lidhim për shembull që kur dalë xhenazja, për shembull ta takojnë njerëzit apo ta shohim njerëzit, po lejohet, nuk ka asnjë problem, që xhenazja përpara sa të dalin nga shtëpia, njerëzit e shtëpisë të afërt takohen me të, si thon, ta bëjnë takimin e fundit dhe pastaj lidhet prap, edhe kur shkohet në varr, i zgjidhen këto. A i hapet fytyra në varr, ka dy menime, më saktë është që nuk i hapet. Pra në varr e vendosim kështu të zekmin. E zem se kur është këtej, e zem se kur kthej tani këtej mrapsh këtë, kthej mrapsh. Atëherë e zem se kur ky është varri tani. E zem se kur ky është varri. Ky është varri. Okej? S'ka problem. E vejmë kështu dhe e kthejmë, shif, bismillah, ktheje, e kthejmë në këtë formë. Po çfarë i bëjmë këtu për shembull, dhe i vëmë ca plisa dheu në mënyrë që të jetë sikur me qenë me fytyrë nga kibla. Edhe i zgjidhim këto gjërat. Po, në brinj, sikur është në gjumë. E zgjidhim. Po. Ashtu. Edhe i lejmë ato këtu. Nuk duhet harru që kur lahet xhenazja, duhet me ja heq ato çermën, nëse është myll, s'ka nevojë e zhdukim, kujdes. Nëse nuk është myll akoma apo akoma nuk ka zonë, atëherë ja lejmë prap. Dhe kur e çojmë për ta çuar varreza, ja heqim para se ta nxjerrim xhenazën nga shtëpia. Edhe çerma quhet kjo, i jepet një njeriu të besueshëm nga familja. Që ai ta mori ta djegë apo ta gropose kështu me radhë. Atë kështu vendoset, këtu pastaj vendosen ose pllaka kështu. Nuk është kush patjetër të jetë derrasa, se kemi mentalitet ne që derrasa, nuk është kush derrasa. Edhe pllakat e betonit që vendosin janë shumë okay, janë shumë të mira dhe mbrojtëse, dhe kështu vendoset i vdekuri dhe pastaj mbulohet, pastaj hajde se keni zvulu ato. Se keni zvulu. Mund t'ja lësh çermën në tokë, nuk ka asnjë problem. Tani, femrës i shtohen edhe dy. Po ka i gjë tjetër femra? Femra? Tani llogarisim për femrën. 1. E dyta. O, hapim, kape. Kthej pak, kthej njëra, pak, jo shumë, pak, okej. E treta, ja, gabim. Femra ka vetëm 2 qefine të mëdhenj. Femra ka vetëm 2 qefine. Me 3, shitani, sillet trupin këtu? Sillet trupin? Shif, Habib, vim këtu, edhe hiqet ajo. Hiqe avash? Hiqe, avash, me 3 hiqme? S'ka problem. Fort. Okej. Atëherë, shif tani. E bim këtë, në rregull, pra njëra nga këto vjen futet kështu. Kthej. Okej. Komplet. Grua. Grusja bën gratë. E dyta është ky është brezi pra. Iku brezi. Ky
Kështë këtu. Bravo, këtu. Pjesa e urepit këto momente poshtë të femër? Po. Komplet. Ashtu. Pastaj kemi një të tretë që palose prap kjo. Ku është? Paloset dhe i bëhet shami dhe i vjet ke koka. I futet mas shpine, ngrej shpine pak. I futet mas shpine. Bravo. Edhe i bëhet si shami koke. 3. U bon 3. Tani, jo, 3 tani. Tani vjen kjo. Kape këtë. E shkurtra, bravo. Tani, kjo. Bravo. Tani kush është e shkurtra tani? Kjo. Okej. Edhe ajo. Okej. 5. Tani vim prap, e njëjta gjë. 3 ose 5. Si tjetë e nevojshme. Edhe një atje ke funi, edhe një në mes për shembull, që është trupi i vogël. Okej. Nëse da bëjmë me këmish edhe me izar, thjesht njëri nga qefinat, hape pak. Njëri nga qefinat, për shembull, njëri nga qefinat, në mes këtu, kapi që janë? Njëri nga qefinat, ku është gërshona? Bravo. Kapi që? Kjo quhet kamis, ose këmisha. Në mes, i bëhet kështu. Kape? Edhe i futet koka kështu, njësë si ku me qenë këmish. I futet në këtë formë. Kjo është shkurtimisht. Zoti na mëshiroft për zgjalljet e për vdekjen. Ndërkohë që agjenci funerale keni sa dush që kanë musliman që e menaxhojnë, njëra është komuniteti musliman shqiptar, kanë hapur një agjenci funerale, por edhe vëllezërit tanë, vëllezërit e agjencisë Perla, që na kanë ndihmuar dhe i falenderoj nga zemra që na e ngjend gjithmonë situata, kemi ndihmuar shumë musliman nëpërmjet kësaj agjencie, po edhe, si më thon, shpenzimi këtu u bën nëpërmjet tyre. Zoti ju shpërblet mirë.